Votuesit në qarkun e Kukësit të pritën të zgjedhin 3 deputetë me 11 maj, ku rezultati që merret me mend lehtë është 2 mandate për Partinë Demokratike dhe koalicionin e saj Shqipëria Madhështore dhe 1 mandat për Partinë Socialiste. Ky në fakt ka qenë rezultat historik, shkruan Birn. Vetëm se kësa here, Partia Social-Demokrate e Ton Doshit ka shpallur një synim të pazakontë që t'i marrë Berishës 1 mandat në këtë qark, ndërsa rezultati i zgjedhjeve për pushtetin vendor 2023, në të cilat PSD fitoi 5 këshilltarë dhe mbi 2000 vota, sugjerojnë se pretendimi vijon të mbetet një objektiv i largët, sipas Birn. Partia Socialiste ka shpallur kësa here objektivin për ta përmbysur rezultatin e qarkut në 2-1 për Partinë Socialiste. Edhe Partia Demokratike, Aleanca Shqipëria Madhështore, ka shpallur objektivin për rezultatin 3-0 për PD-n, objektiv i deklaruar kohë më parë për Kukës Televizion nga drejtuesi politik Flamur Hoxha, kandidat për deputet, që nga zgjedhjet e vitit 2017 në Kukës zgjidhen 3 deputet dhe në të dyja rastet 1 për PS-n dhe 2 për PD-n, dhe kjo e bën garën edhe më të vështirë për të ndryshuar. Rezultatet e zgjedhjeve vendore nuk janë ngushtësisht të krahasueshme me rezultatet për zgjedhjet parlamentare, por zgjedhjet vendore të vitit 2023 në Kukës japin sinjale se çfarë mund të ndodhë në zgjedhjet e 11 majit në kuptim të makinerive elektorale. Partia Socialiste fitoi garat në bashkitë Kukës e Tropoj, ndërsa koalicioni bashkë fitoi, që në atë kohë përfaqësonte shumicën e Partisë Demokratike, por jo zyrtarisht për shkak të konfliktit të gjyqësor për Vulën, fitoi Bashkinë e Hasit. Socialistët rifituan Kukësin në zgjedhjet e parakohshme në shtator të 2023, pasi kryebashkiaku i mëparshëm, Safet Gjitsi, humbi mandatin në zgjedhjet e pushtetit vendor të treja bashkitë e marra së bashku. Kandidatët e PS-s fituan 20.000 vota, ndërsa kandidatët e bashkë fitojmë morën 19.000 vota. Sipas analizës së Birn, rreth 2.000 vota të tjera shkuan për Abedin Oruqi, i cili garoi në Bashkinë Kukës, por janë rezultatet e zgjedhjeve për Këshillin Bashkiak të Kukësit dhe Tropojës dhe numri i pazakont i lartë i partive garuese që fituan mandate, që sugjeron se makineritë të shumta elektorale kanë funksionuar në ato zgjedhje. Për Bashkinë Kukës konkurruan 29 parti për 31 ndaj 20 e Këshillit Bashkiak, nga ku 18 parti morën së paku 1 mandat. Prania e madhe e partive të vogla garuese në zgjedhje të tilla për këshilla sugjeron ekzistencën e politikanëve lokal, të cilët ndërsa mobilizojnë votat për një nga kandidatët për kryetar të partive të mëdha, mbledhin vota për këshill për parti të vogla, të cilët nuk kanë prani reale në bashki të tilla, por përdoren nga politikanët vendor thjesht për efekt të kontabilizimit të votave, shkruan në analizën e tij Birn.